gjithë gjëja. Dhe fillojmë, po ta shofësh, bashkohemi tek ajo momenti që Flori pati çik me në drek, edhe gjithë secili frynte nga ai gjë. Më kupton? Që opa ta gravoshin saqë edhe ai çuni tha u stresova kudo që shkoj po kapen me mua. Dhe mua kjo gjëja dje nuk më pëlqeu fare dhe prandaj u shkëputa totalisht. Vajta i thash edhe Kejsit që nga ana tjetër i kishte kuptuar. Kam përshtypjen edhe përmes Malit, nuk e di fiks se si. Dhe thash kjo situata nuk pëlqen, është kështu, jam banor të rinj, gjynaf, sepse nuk është e drejtë. Gjithë secili, nëse ne kemi mbrojtur njëri tjetrin në fillim, si në situatën me Ilirin, si me Senon, si me të gjithë, atëherë pse mos ta bëjmë edhe për këta njerëz që sapo kanë nisur në lojë? Pse duhet i paragjykojmë ne jo artist, jo artiste, më thash. Gjithë secili të ketë meritën e vet. Kjo është gjëja dhe unë jam të rish komplet nga kjo gjë sepse nuk ndihem më rëndon edhe kaq shumë më ka rënduar dhe tani mund të pyesësh edhe Lorent që i kam shprehur një dy gjëra në lidhje me këtë. Po nuk kam dashur që ta mbaj jashtë sa më shumë nga edhe unë kam ardhur të kam thënë që vëlla të lutem më lërta përballoj vetë këta mos bëj luftrat e mia ti kam thënë. Lere ti se nëse jam për të dalë do të dalë. Prandaj e mora për t'i thënë që të lutem. Unë po të doja të bëja diçka. Edhe të pyetjet e Bligut kisha bërë një ngacmim për të rënë në sy. Edhe gjatë këtyre ditëve kisha bërë ja kisha varë Malit. Vetëm Malit ja kisha varë, kisha dalë fituar se Malit kundër përgjigjet nuk ta përton. Edhe me Mateon kisha bërë një. Domethënë, po të doja unë të krijoja një situatë për këtë nominim. Kisha bërë 750.000. Kemi ndonjë të re, sepse ai më hodhi Xiza tha që ju të dy po ngacmoni. Edhe unë çudita, thash, Biles kur ti thash Loris, nuk i thash ore, çfarë ka Euxhini thashun që unë dal jashtë, më thonë keni tre me Mateon. Ç'pun kam unë me Mateon? Ç'pun kam, domethënë. Po pra, po i futi Xizat Xhoxhimiri. Sa i më tha mua, shiko çfarë po bën ajo, tha, hajde ta nxjerrim jashtë se është edhe në interesin tat, Më thoshte më, sa unë se kuptoj fare pse do ishte në interesin tim, është vetëm ne të jemi të dy. Një mos përgjigje është një përgjigje për mua, është okay. Se nuk jam e trash. Po, këtë do të thoja, këtu doja të dilësh. Unë dua të sqaroj edhe Kristin për këtë, sepse nuk kam qef. Ka 1000 të këshia, ka 1000 skema për t'u marrë, nuk kam qef t'i fusësh dhe fjalë ekstra. Se të thuash e kam armë në brez për dikë, më thënë drejtën është too much. Është shumë. Kupton? Se nuk jam objekti i mirit. Po sa herë ta kam. Po pra, okay. Ti je Shelesha. Prandaj po i thoja vetë po kush është Shelesha. Ti arma në brez, ti je Shelesha, ti je loja vetëm që ka këtu sa i bën gandam kot në përshtypje. Do mbaj përgjegjësi. Sepse edhe unë dhe Shelesha do ta çaj. Ore unë do ka prap. Me mua nuk e ka sqaruar këtë gjën. Jo, ai s'e ka sqaruar as me ty as me mua. Se unë sot që në mëngjes që sa kam hapur syt i kam thënë do ta pim një kafe bashk, sepse ne bëjmë ca biseda mbrëm, që unë nuk më rin për shtat karakterit tim që ti flas me ty dhe aty mos ja them. Dhe kam tër paraditën që i them ai të pim një kafe. Kam tër paraditën që i them ai këtu që t'ja them që më ftoi dhe Euxhini për kafe, thash të ka ftuar sepse ne mbrëm kemi fol gjithë darkën dhe ka thonë që po iki ta kap vetja tregoj që mos të vi surprizë nga çfarë do të thoja unë. Tash po unë kam tipin që unë duhet ballafaqom, sidomos kur vjen puna të një njerëz që unë rri. Tani unë nuk e kuptoj se unë këtë bisedë